Në kalendarin diellor, data 20 prilli vjetë ditëlindja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht se ajo që trajtohet si mevlit më shumë kujtohet me kalendarin hënor. Dhe qoftë edhe në gjitha datat në Islam trajtohen me kalendarin hënor, por që në aspektin e përkujtimit, le të themi, është në kalendarin diellor është data 20 prill, se në fundit këto datat qoftë të mevlidit, qoftë të nedëve të mira, për shembull, qoftë të rekaipit apo të tyre të tjerave me fjalë miraxhit e këto nuk është se kanë ibadete fikse, për shembull, që duhet bëhet kjo apo ajo, nuk është si momentet e tjera, por që shfrytëzohen si një mundësi për të bashkuar, për të rikujtuar, për të bërë diçka së bashku, le të themi, për të rritur atë gjallërinë ose për të rritur një çik përkujtimin, për të rritur ndjenjen besimore, për të motivuar besimtarët e tjerë. Në këtë aspekt mendohet që mund të ketë një efekt. Nga ana tjetër, kur mendojmë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është një personalitet i tillë që meriton që të vendosen sa më shumë data, ditë dhe të shfrytëzohen momentet e ndryshme për të shpjeguar personalitetin e tij, për të shpjeguar misionin e tij, për të shpjeguar se çfarë i solli njerëzimit, sepse në aspektin e asaj që ai solli, askush nuk ka sjellë se ai historinë njerëzore, vetë Allahu e dëshmon atë në Kur'an, vetë dëshmia e profetëve të tjerë, vetë të qenit vule e profetëve, edhe i dashur i Zotit, më i miri njeri që ka ardhur në këtë botë, edhe fruti më i përkryer i gjithë temës njerëzore, dhe shembulli më i bukur, sikurse e përmend Kurani, thot kush dëshiron që të lidhet fort me Zotin, kur dëshiron që edhe beson Allahun, edhe beson kthimin tek ai, duhet që të marrë shembullin e profetit, sepse keni të shembulli profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, keni shembullin më të bukur. Dhe një nga arsyet e tregimit të profetit është që qenë shembulli i bukur. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i solli njerëzimit atë që nuk e kishte. Neve shumë gjëra i marrim kur i themi for granted, pra që tashmë i kemi neve këto. Pra qoftë në aspekt e vlerësimit të njeriu si qenie, por e solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha njeriu është qenie fisnike. Pra, çfarëdo që të jetë përjardhja e tij, çfarëdo që të jetë ngjyra e tij, çfarëdo që të jetë gjua e tij, çfarëdo që të jetë deri besimi i tij, është një qenie që duhet respektuar. Dhe këtë solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti solli që pra njeriu jo vetëm që është fisnik, por meriton që të respektohet dhe të përgjigjet qasjen edhe përgjigjet ato mënyra se si ai do që të jetoj, kudo që të jetoj. Pra, ti mund të jesh i fuqishëm në një moment dhe mundet që të vendosësh sisteme të tilla që të përfitosh vetëm ti, por profeti tha që falja ka vlerë atëherë kur ti ke fuqi që të ndeshkosh. Solli, pra, ishte një personalitet që solli paqen, solli sigurinë, solli mëshirën mbi të gjitha. Dhe e trajtoi njeriu në çdo aspekt. Dhe solli mbarësinë, solli drejtësinë, solli të gjithë vlerat dhe virtytet që duhet të karakterizojnë qoftë individin, qoftë edhe shoqërinë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregoi për anën e brendshme të njeriu, tregoi për se çfarë vlere ka mendja, se çfarë vlere ka zemra, se çfarë vlere ka shpirti, se çfarë është ai në vetvete. Pra, shpirti në vetvete, zemra në vetvete, se çfarë ekuilibri duhet të ketë bota shpirtërore dhe bota fizike. Edhe se si duhet ushqyer këto, dhe se si duhet të ndërtohet, dhe si duhet të ruhet jeta, dhe si duhet të jetohet në ekuilibër, dhe si duhet të jetë familja, dhe si duhet të respektohet gruaja. Mendojeni për shembull kur atëre në shumë shoqëri gruaja nuk konsiderohej ose ishte një pikë pyetje është apo s'është humane. A ka shpirt, as ka shpirt e tjera dhe vendi që kishte ishte shumë i ulët. Profeti thotë që më i miri për jush është ai që është më i mirë me familjen e tij, ai që është më i mirë me bashkëshorten e tij. Xheneti është poshtë këmbëve të nënave,
pra e të tjera vlerësime të ndryshme që e sjell atë në një vend që meriton që të jetë. Po nga ana tjetër, po ashtu gjithë ato nxitje e tij për të larguar edhe për të mbyllur atë skllavërinë, edhe ndasitë e ndryshme që mund të ketë njerëzit, vlera që ai jep marrëdhënieve familjare, marrëdhënieve fisnore, vlerën që duhet t'i japësh, dhe respektin që duhet të kesh, dhe trajtimin që ti duhet të kesh ndaj njerëzve të afërt, ndaj popullit tënd, ndaj të afërmve të tu, ndaj kundërshtarit, ndaj armikut. Ai solli se si duhet që të sillesh në momente të paqe, se si duhet të sillesh në momente lufte, se si duhet që të trajtosh njerëzit, se si duhet të trajtosh kafshët, se si duhet që të trajtosh bimët, se si duhet të jetë shti në marrëdhënie me botën, se si duhet të jetë marrëdhënia jote me Zotin, se si duhet të jetë mingjesi jote, si duhet të jetë dreka jote, si duhet të jetë darka jote, lidhja jote me ushqimin dhe traditat e tua, lidhja jote me shëndetin dhe lidhja jote me adhurimin. Gjitha këto i solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe foli gjëra gjatë për këto, dhe foli në mënyrë të koncize për këto, dhe foli në mënyrë të prerë për këto, dhe solli rregulla duke ju referuar atyre natyrisht urdhëve sabëpinore, por njëkohësisht jo vetëm se i solli, jo vetëm se i deklaroi, jo vetëm se i shpalli si mesazhe, jo vetëm se i urdhëroi, por i jetoi një me një të gjitha këto gjëra jetoi. Pra mendoni një personalitet i tillë është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por duhet të lexuar mirë mesazhin e tij, duhet të kuptuar mirë mesazhin e tij, duhet që të mos merret i shkëputur mesazhi i tij. Mesazhi i tij dhe i gjithë profetëve të tjerë, pra duhet që të analizohet në tërsinë e vet. Shumë gjëra që bëheshin në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për shembull ato të cilat morën emër më vonë, se ndoshta nuk kishin një emër në atë kohë. Për shembull edhe atë trajtimin e diturive islame. Më vonë i thanë një shkencë i thanë fik, një shkencë i thanë tefsir, një shkencë i thanë hadith, një shkencë i thanë një emër tjetër dhe shumë dhe themi terminologji të reja lindet me kalimin e kohës. Edhe këtu njerëzit kanë ato divergjencat e veta dhe kanë gjëra që pse të thuhet kështu nuk e tha profeti, kështu nuk e tha. Ai është thjesht emërtimi i gjërave që i është dhënë më vonë ndoshta, por duhet shikuar thelbi. Çfarë? Dhe profeti solli nga thelb foli për gjithçka, dhe solli gjithçka. Natyrisht aq sa që mundet që të lejonte ajo jeta e tij 23 vjeçare e shërmimit të Islamit, sepse edhe këndvështrimi më i drejtë që ta shikosh profetin është këndvështrimi mbi misionin e tij. Dhe sahabët e kuptuan shumë mirë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe e shikuan nga këndvështrimi i misionit më shumë se nga këndvështrimi i personalitetit. Pra nëse do të ndajmë i dhanë një përqindje shumë të lartë kësaj, që do të thotë rregullat që ai solli, namazin si e fali atë, abdesin si e mori ai, botën shpirtërore se si e ndërtoi ai, marrëdhëniet familjare se si i ndërtoi ato, rregullat e drejtësisë edhe të mëshirës se si i ndërtoi ato, të gjitha qëndruan më shumë mbi këtu se sa vetë personaliteti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra se si jetoi mrekullitë të ndryshme që kishten që tregoi në kohën e tij, nuk është se qëndruan shumë mbi këto, sa qëndruan mbi këto gjërat që janë themelore dhe kryesore. Pra edhe është e rëndësishme që të vlerësohet dhe mbi atë, kur vlerësohet mbi këtë, pra mbi misionin e tij, jo vetëm profetit, po edhe pasardhësit e profetit, kur janë vlerësuar mbi misionin e tyre, mbi atë çfarë kanë dashur që të sjellin, mbi parimet që ata kanë ringjallëruar nga profeti, le të themi, atëherë ka qenë edhe më e ekuilibruar qasja e ndjekës, le të themi. Në këtë këndvështrim gjithmonë ka se çfarë të marrë njerëzimi nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duhet me qenë, le të themi, në këtë drejtim edhe pak jo i fiksuar, mos thjesht të futesh në ekstreme që të pretendosh që profeti bëri kështu për këtë arsye kur bën analizën e çështjes, duhet t'ju referohesh pak autoriteteve. Kjo s'do të thotë që ti mos flasësh kur studion në këtë lëmi edhe futesh, por ama jo të nxjerrësh sipas dëshirës tënde, sipas qefit tënd, edhe të nxjerrësh gjëra.
të ndryshme, ose duke ju referuar zhvillimeve të kohës. Ndonjëherë njerëzit, njeriu është bie i kohës, natyrisht, dhe bie pre ose jo vetëm bie pre, por që ndikohet nga zhvillimet e kohës vetë. Natyrisht dhe shumë çka e analizon sipas asaj që ai jeton. Dhe shumë gjëra ndoshta nuk janë në ekuilibër natyror, ndoshta janë trajtuar gabim, për shembull. Më kujtohet për shembull një nga aspektet kur e shikojmë jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një aspekt jo vetëm profetit, por të gjithë profetët. Atë ekuilibrin që kanë mes frikës dhe shpresës, frikës ndaj Zotit, edhe shpresës për faljen e Tij, për shembull. Kur shikojnë lutjet e tyre, lutjet e profetëve, thua që ta janë gjunaqarët ndaj, hasha. Ata janë njerëz më zgjedhur, njerëz të mbrojtur nga gjunahet. Por ama duat e tyre janë aq shpirtërore, aq të përshkirtshme ndaj Zotit, saqë ata me fen nuk hedhin dot asnjë hap. E kanë kuptuar shumë mirë, pra tregojnë dobësinë e tyre absolute përballë madhështisë së Allahut. Edhe tregojnë që kërkojnë mbrojtjen e Zotit që mos gabojnë. Dhe kërkojnë atij dhe tregojnë atij që janë të dobët në këtë aspekt, nëse ai nuk i mban. Po të shikojmë për shembull në aspektin e këndvështrimit sotshëm ndaj njeriu, sidomos në këto 2 dekadat e fundit, ajo që aludohet më shumë, për shembull në studimet e ndryshme ose në sjelljet e ndryshme është që edhe për shkak të individualizmit që e karakterizon njeriu në sotëm, ti nxitet pak vetbesim. Edhe ti je i mjaftuar, ti je i shkëlqyer, ti je kështu, ti je ashtu, le të themi, edhe aspektin që njeriu të shikoj veten të mangut, që të shikoj dobësitë e veta, që të shikoj varfërinë e tij, që të shikoj mangësitë e tij, e shikojnë si negative. Ndoshta edhe deri të psikologjisë shikojnë kështu. Deri të shumë kush mund ta shikojë edhe si një problem psikologjik, po edhe psiqik, për shembull, në mjekësi që njeriu të shikojë dobësitë e veta, për shembull. Ky është një moment për me tipin tip. Ky është një moment, sepse momenti i vërtet është që njeriu ashtu sikurse është, dhe feja ka vendosur një ekuilibër të njeriu. Mendoni për shembull një njeri që ka një vetbesim shumë të madh, ashtu sikurse pretendojnë që duhet ta ketë një njeri, ai s'ka nevojë as për familje, nuk ka nevojë as për dëmshuri, nuk ka nevojë as për shoqëri, njeri që themi robotik. Pra i kalon të gjitha ato përmasat e të qenit një qenie sociale, psikologjike, që në fundit nga këndvështrimi fetar të qenit i dobët, edhe të qenit i varfër, apo të qenit në aspektin e nevojave, po themi janë. Pra se njëri gjithmonë është nevojtar, nuk shikohet si mangësi, madje shikohet si një pasuri e madhe. Pra njeriu vetëm duke e kuptuar dobësinë dhe kuptuar varfërinë e tij dhe kuptuar nevojën e tij, atëherë vetëm atëherë ndjen nevojën që të mbështetet vërtet tek Zoti, të lidhet fort me të, te burimi i vërtet i fuqisë, te burimi i vërtet dhe ajo është një konfidencë më e madhe që jep njeriu se sa njeriu të jetë iluzionar duke pretenduar një gjë që nuk e ka realisht. Pretendoj që unë jam i fort për të përballur malet dhe për të përballur oqeanet. Çfarë male është oqeanet përballësh ti nga? Por ajo më mbretën. Një ship bie dhe ti s'det dot se dalësh se smunesh. Nuk bëhet fjalë me fjalë që ti jetë aresh. Vetë tot. Kjo është marrëzi të pretendosh një diçka të tillë. Ne po, jo po ti det kështu dhe madje një herë edhe debat me një person në fjalë që ishte dhe status doktori me fjalë, thotë që shikoj musliman problematik në aspektin e besimit, që në fjalë mundet që janë më të hapur për sëmundje psikologjike ose psiqike, sepse jetojnë në dyzim, thotë, që në njëra anë besimi u thotë që duhet jetoni një jetë kështu besimore, të tillë që duhet që të largohesh nga haramet andaj këtij. Por na që s'largohet dot edhe ai mundet që të futet akoma më shumë në dyshime këto. Tash ky njeri s'moret më shumë apo ai që mendon që bën vetëm atë që duhet me fjalë jetën e vet. Pra i bën gjërat perfekt edhe nuk ka problem. E di me fjalë. Është shkenca e re, edhe pak materialiste, pak a shumë ka imponuar dhe impozuar një diçka të tillë tek njerëzit që shikojnë se ti mund të bësh gjithçka, ti mund të arresh gjithçka, nëse ke dyshime, nëse ke kështu, atëherë ti je problematike etj. Nëse këto janë analizat që mund t'i bëjmë edhe mund
mund t'i zgjerojmë, se ata këto janë pikpamje fundit tonat ose vezimi që i bëjmë një situate të caktuar. Por ama ku i shikojmë pastaj se nuk duhet që patjetër i referohemi thënieve të profetit për të ngritur një diçka, një ide ose një mendim. Ne bazohemi tek ajo dhe do njëherë dalim përfundime të sakta, njëherë mund dalim përfundime të gabuara. Por sa më shumë që të njohësh disiplinat të cilat e kanë studiuar jetën e tij, të cilat e kanë studiuar mesazhin e tij, të kanë studiuar ato çfarë ai ka sjell, aq më shumë ka mundësi që ti të dalësh tek e drejta. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam vetë bënte lutje, i lutej Allahut që t'ia tregonte të drejtën të drejtë. Sepse nuk është lehtë që ta gjesh të drejtën. Edhe kjo është një nga lutjet e profetit. Por njeriu do ta dëshirojë njëherë atë. Edhe duhet ta di që kjo nuk është e lehtë. Se në momentin që pretendojnë që unë gjithmonë gjej të drejtën, bëj të drejtën, ka shumë popull që Kurani i shpjegon ata si njerëz të devijuar, por ata thotë pretendonin se bënin mirë. Pretendonin se bënin punë të mira, kujtonin se pra aq shumë ishin futur në atë vetbesimin e vet, me fjalë që kështu duhet bërë, njerëz i kanë ndarë njerëzit në kaste, në klasa. Klasa e atyre drejtuesve, e porgjesve, apo e skallëpronarëve, apo njerëzit që duhet të drejtojnë dhe të tjerëve që duhet i shërbejnë atyre, saqë i besojnë që ashtu duhet të jetë, sepse e tjerë dhe ka shumë njerëz që kanë besuar. Kjo nuk ka mbaruar ndonjëherë në fjalë. Edhe sot e kësaj dite ka njerëz që ashtu e mendojnë. Pse një lloj jemi ne me këta, një lloj jemi ne me këta. Sa njerëz ka që mendojnë këtë? Shumë. Të çdo popull nuk do kanë ka njerëz që mendojnë këtë, e mendojnë në bazë të pasurisë që kanë. E mendojnë duke u bazuar të prejardhja që kanë, të familjet ku janë, e tjerë me fjalë nga shumë aspekte të ndryshme, duke ju bazuar në një herë dhe ose duke ju referuar dhe thënieve fetare, edhe mundohen që të ligjërojnë padrejtësinë që ata qëndrojnë. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thotë: Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wallahu na mundson që ta shikojmë të drejtën të drejtë, edhe na mundson ta ndjekim atë. Pra jo vetëm ta shikojmë, por na mundson edhe ta ndjekim. Shikoj sa duhet e thellë. Ta shikojmë të drejtë dhe na mundson se njeriu njerë nuk mund mos e shikoj dot. Pra i lutet Allahut që ta shikojë të drejtë. Nga ana tjetër mund ta shikojë dhe se ndjek dot. Se s'ka fuqinë që ta ndjekë. Se është i dobët, për shkakun se nuk e lejon kushtet, nuk e lejon rrethanat, se ka frikë të ndryshme e tjerë, se ka presion, mund mos e bëj atë. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Dhe na i tregon të gabuar, dhe na mundson të largohemi asaj. Sa njerëz e shikojnë të gabuar, dot pak janë. Por janë shumë në krahasim me ata që e shikojnë dhe se bëjnë dot. Shikoj si lutet profeti. Dhe profeti një dua që bën është i sinqert në atë që bën. Është njëri i ruajtur nga atë. Dhe pra nuk ka kompromis me të keqen. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë i ka mësuar njeriu, këtë dinjitet, këtë fisnikëri, këtë lartësi, këtë model njeriu, pra një model njeriu vetvetja. Pra kur thon njerëz të mburëm unë jam vetvetja. Ai është cop për shkak të gjithë sjelljet me vet, po do të është vetvetja. Dhe është një vlerë në krahasim me ata që tjetër hiqen, edhe tjetër bëjnë, edhe tjetër thonë, edhe tjetër veprojnë kështu gjërash. Prapë është një vlerë pra. Njeriu edhe vlerësohet prapë në ndërgjegjen njerëzore, edhe në ndërgjegjen popullore në përgjithësi, njerëzit kanë atë dëshirën që ta vlerësojnë atë të vetvetja. Pra ku njeriu ashtu sikur se thot, ashtu jeton, ashtu sillet, pavarësisht se nuk të mbytet në budallikun e vet, le të themi, prapë vlerësohet më shumë se sa ata që hiqen si shenjtore dhe pastaj nga ana tjetër çfarë nuk bëjnë ose hiqen ndryshe dhe bëjnë ndryshe etj, pra kjo është një diçka ndryshe. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e shpjegoi atë, ai jetonte sikurse fliste, dhe fliste ashtu sikurse jetonte. Pra atë që thonte atë bënte dhe atë që bënte atë thonte. Nuk kishte zigzag ato thëniet e tij. Nuk kishte asnjë ndryshim mes bëmave edhe fjalëve që thoshte profeti. Dhe jo vetëm se thoshte, por ai kishte jetuar të gjitha ato gjëra që kishte jetuar. Ato thoshte, dhe jo vetëm aq, por ai kishte një dashuri aq të madhe për njerëzimin, edhe për ummetin, pra për njerëzit që të besonin. Donte sa që të gjithë njerëzit që të besonin. Se gjithë njerëzit që erdhën pas profetit, një farë mënyrë janë populli i profetit. Një pjesë që besuan dhe e pranuan ftesën e tij, pjesa tjetër nuk e kanë besuar, nuk e kanë pranuar ftesën e tij, pra por mesazhi i tij është për të gjithë. Nuk është përjashtues mesazhi i profetit.
Duhet patur parasysh kjo pjesë. Dhe mendoj që edhe muslimanët në sjelljen e tyre duhet që të sillen ashtu sikurse ishte profeti. Pra jo përjashtues. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pati dialog me krishterët, kohën e vet, pati dialog me hebrejt, pati dialog me jo muslimanët, pati marrëveshje të ndryshme me ta. Bëri tregti deri në ditët e fundit të jetës së tij, bëri tregti me këto kategori njerëzish. Pra të thotë që pati një ndërveprim me këta njerëz. Nuk i përjashtoi, nuk i imponoi, nuk i detyroi. Dhe do të thotë që ka gjetur një ashtu të përbashkët që ne jemi njerëz, Zoti na ka sjellë në botë dhe gjykimin e jep ai në botën tjetër për çdo gjë që ne zgjedhim. Por ama këtu të shikojmë gjërat e përbashkëta. Dhe mendoj që është një nga ato mënyrat për ta njohur më mirë profetin që neve të kërkojmë rrugë të përbashkëta. Që të pyesit e shparë që ndish papa për shembull që ai ishte besimtar. Apo efektiv. Tani burimin e kemi të njëjtë. Burimi i besimit është tek profetët që kanë ardhur. Po dikush e quajnë profet, po dikush e quajnë diçka që ne nuk biem dakord. Por aty ka shumë gjëra që janë të njëjta. Ndoshta janë shumë mica e gjërave që janë të njëjta. Dhe duhet të shikojmë këto gjëra që janë të njëjta, edhe të bashkohemi te ato që janë të njëjta. Pse duhet që të sjellim në vëmendje njerëzve, një me dy edhe shikoj se ju jeni gabim, ne jemi mirë, ose kundërta. Dhe bashkohemi tek gjërat, secili ka fenë e vet, por kjo nuk të pengon ty që të bashkëpunosh në çështjet që i përkesin kësaj bote, në çështjet që janë në shërbim të botës. Ashtu është bot kuptimi i tij, ashtu ka kuptuar ai. Ndoshta mendon se është e drejtë ajo, ashtu mendon, se njeriu kur e mendon një gjë që është e gabuar, nuk e ndjek, por ama vetëm duke patur një lloj insafi, duke patur një lloj tolerance, edhe një lloj harmonie, pra vetëm atëherë mundet që njerëzit të përmbushin atë misionin edhe të jenë vërtet në ndjekje të asaj që besojnë se ndjekje. Antiponimit, historia tregon që nuk është se është sjellë një gjë e hajrit. Edhe në besimin ton, zaten me antiponimit nuk është e vlefshme. Ajo që ne dëshirojmë më shumë për njerëzit, është që të besojnë Zotin. Pse e dëshirojmë për këtë? Që të bëjmë më shumë. Shumë jemi në musliman. E kemi kalu miliardin më duket. Qatë hënë gjep me fjallë se jarë, thonë se jarë. Hënë gjep që ti dëshiron të mirën e njerëzimit, kjo është. Atërë, njeri është ai tjetër. Të mirën ati si dëshiron që të udhëzohet. Po si të udhëzohet, duke imponuar, duke detyruar ti që të thojë jam musliman, që të betë musliman. S'është musliman ai qofse e bën me detyrim. Në qofse nuk e ka me zemrat. Se besimi është çështje zemre. Njeriu duhet i jepet mundësia që ta shikojë diçka të tillë. Pra më e mira është kjo. Tjetra është që mendon që s'do bëhet, pra nuk është se ti do punosh, jeto jetën tënde, dhe jeto fen tënde, jeto besimin tënd. Dhe vetëm në kohë paqeje, në kohë bashkëpunimi, jepet mundësia njerëzve që të shikojnë, le të themi, edhe të vëzhgojnë, por edhe të arrinë në përfundimin që si janë muslimanët. Që si të njohin muslimanë ndryshe nëse nuk ka paqe, nëse nuk ka bashkëpunim, nëse nuk ka kështu le të themi ndërthurje. Aty jeton dhe njerëzit kanë mundësi të shikojnë. Në histori ka njerëz, popull, grupe që janë bërë musliman dhe ka grupe që kanë jetuar në paqe të gjatë me muslimanët. Për shembull ne kemi rastin e Andaluzisë për shembull që nuk kemi ai nuk është rast konvertimi. Edhe është as rast misionerie, për shembull që kanë fajtë musliman tash edhe ai të kthejmë këta në krishterë. Jo. Është një shembull i ardhmë bashkëpunimi. Ata në fenë e tyre, këta në fenë e tyre, secili në fenë e tyre. Gjykimin andeva ata e jep Zoti i Madh. Por ata ata kanë jetuar dhe i kanë prodhur asaj kohës së tyre një bashkëjetesë ku njerëzit kanë jetuar të lirë dhe kanë jetuar në paqe me njëri tjetrin. Tani aq sa ç'është e mundur që të jetohet në fjalë ashtu sipas bot kuptimit të kohës, sipas pengesave të tjera. Por në tërësinë e vet, le të themi, ka qenë një lloj respekti reciprok, ku janë respektuar
besimet tradicionale, të ndryshmet janë vlerësuar dhe nuk janë nuk janë poshtruar, themi apo tjetërsuar apo anashkaluar. Dhe të gjitha këto janë në frymën e fesë, në frymën e besimit. Të lecuarit dhe të mesazhit të fesë ka dhe një anë tjetër, fjallë që Marksi do të thoshte opium me fjalë. Ai natyrisht ka qenë kundra feve dhe duke thënë në të fjala ka patur këtë ndërmend as ka patur nuk e di, por që a ka një efekt të tillë në besimi edhe mund ta ketë, kur futet në ekstremitet, mund të ketë një efekt të tillë tek njerëzit. Mund të kthehet, jo në vetvete, jo në origjinë, jo në thelb. Në thelb ka nështrimin ndaj Zotit, ka njohjen e Zotit, dhe ka mesazhin themelor që vjen i natyrshëm i Zotit, që është mëshira, që është dashuria për krijesat, sepse janë të tij, janë të Allahut. Por në ana tjetër, në momentin që fillon të tjetërsosh apo të shikosh të vërtetën e drejtën vetëm tek vetja, edhe mos japsh asnjë lloj të drejtë të tjerëve, ti imponohesh, edhe aq më keq ti shikosh si armiq. Qoftë ato jo muslimanët, qoftë edhe kuptimet e ndryshme brenda Islamit, se edhe brenda Islamit neve kemi paktën, për shembull, kemi 4 shkolla juridike që janë pranuar me konsensus të madh, për shembull, që kemi Hanefi, Shafi, kemi Hanbali, kemi Maliki, për shembull, që kanë divergjencat e tyre mes tyre, edhe grupet e tjera të ndryshme që kanë divergjenca të ndryshme, kuptime të ndryshme sipas popullit, sipas traditave që kanë patur ata dhe që kanë edhe kanë luftuar edhe me njëri tjetrin këta. Për shembull, është ky film i Osmanëve, tregon historinë e mongolëve, historinë e Osmanëve, për shembull. Edhe ata kanë pranuar Islamin, edhe ata kanë pranuar Islamin. Secili natyrisht që i ka dhënë disa ngjyra të traditës vet kur e ka jetuar. Pra, ndryshe ka kuptuar ata, ndryshe ka kuptuar ata, të themi. Por ama edhe nga ato zonat ku kanë qenë sundues mongolët kanë dalë dietarë të mëdhenj, edhe nga zonat ku kanë qenë sundues osmanë kanë dalë dietarë të mëdhenj. Për shembull, pra. Dhe kjo nga vjen nga sundimi i tyre? Jo, mes këtyre sunduesve, ashtu sikurse ka patur njerëz të hajrit, ka patur diktator në 2 krahë. Por është nga shpirti i fesë, në vetvete feja, në momentin që ka terrenin për të jetuar, ka sjell njerëz të tillë të mëdhenj, të cilët kanë, për shembull, mendoni me fjalë në këto republikat e turke, me fjalë, edhe ruse, ku ka qenë nga Uzbekistani, për shembull, ose nga Semerkanti, apo kanë ardhur këto dietarë shumë të mëdhenj, si Imam Buhariu, si Imam Muslimi, kanë ardhur nga këto vende, për shembull. Edhe apo në perandorinë osmane kanë dalë personalitete si Mevlana Xhelaluddin Rumiu, për shembull, që ka jetuar aty, dhe si Muhyiddin Ibn Arabiu, për shembull, që ka ardhur nga Andaluzia. Mendohemi fjalë është sipas botkuptimit të këtyre njerëzve që e kanë patur të ndryshëm, por nuk do të thotë se janë këto ndasi edhe tash vetëm njëri është i drejtë dhe të tjerë s'kan drejt.